Në rrethonave që shihen se po diskutu mjaft për këtë punë, kemi diskutu me një tasan kemi diskutu që 2 vjet. Kurti e pret 16 shkurtin vendimin e gjykatës speciale. Shtatorin po. Po, shtatorin. 16 shtatorin e pret vendimin e gjykatës speciale. Për shkak se vendimi i 16 shtatorit i ndrron dinamikat në këtë vend. Nëse që unë besoj që ka me qenë lirus, lirohen krerë të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli e tjerë. Atëherë Kurti ka gjasa që jep presidentin Lidhjes Demokratike të Kosovës, për me siguru edhe një mandat 4 vjeçar në qeverisi. Për ndryshe s'ka shans na qenë zgjedhje me 27 dhjetor. Ky qytet do e prit, 16 shtatori është afër, e pret edhe atë vendim. Po s'mundet për shkak të afateve. Ja, mundet. Mundet për shembull tajten mos me zgjedh krye parlamentar. E gjeni arsye është. Ja, s'mundet. Ja, me 7 gosh do të kuvendi konsideru. Nëse nuk konsiderohet kuvendi me 7 gosh, shkela votë konstituese. 30 ditë ekip ditës certifikimit me u konsideru. Po ky ka 60 ditë për president. Pra, nëse lidhen prej 7 gushtit, 60 ditë, 7 shtator dhe me 7 tetor kjo. Çka ndodh nëse nuk zgjedhet kryeparlamentari? Shkojmë zgjedhje. Të premten? Jo, mundet. Jo, mundet.